Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve të fokusuar tek puna dhe tek financat. Pra, na thot puna dhe financat për ditën e sotme. Dhe kemi jeni një person i cili keni kupa të mbushura, herëherë me shumë bollok dhe herëherë jo me shumë bollok. Pra, si janë dhe ditët, herë të bukura dhe herë jo shumë të bukura, shumë të mira. Jeni një person shumë pozitiv, një person i cili keni këmbët në tokë dhe keni këtë ylber kupash që tregon që ju keni bollok. Pra jeni të zhytur në bollok fal punës tuaj. Po mbyllni një cikël të vjetër të jetës tuaj dhe po bëni një ringjarje të kapitullit tuaj. Ju hypni kalit dhe kaloroni fuqishëm për marrëdhënie të reja në punë, për marrëdhënie të reja në shoqëri. Dhe jeta juaj do të ndryshojë në mënyrë absolute, sepse ju jeni një person i cili lini mbrapa historitë e vjetra, çmendurit, gjërat jo të mira që keni bërë dhe në këto rrezë dielli ecni para duke filluar një kapitull të ri nga zero në jetën tuaj. Kulla juaj do të jetë e zhytur e tërë në bollok. Pra, ju do të merrni lajme të mira tek pjesa e financave. Katra e monedave tregon që ju jeni në një shtet tjetër dhe keni një punë fort të mirë. Në çdo çadër tuaj ju keni moneda. Pra jeni të mbushur me moneda. Kjo tregon që ju keni plane të merrni perspektiva të reja në jetën tuaj, pra të merrni iniciativa të reja dhe këto iniciativa ti keni iniciativa të tek pjesa e bollokut. Pra, në këtë pjesë financash që keni, ju nuk mund të realizoni ëndrat tuaja. Kështu që ju keni mundësi për të krijuar diçka të re, një sukses të ri në punën tuaj, në biznesin tuaj. Mbretëresha e shpatave është tregon që ju jeni një person shumë falenderus, universit, një person i cili keni këtë shpatë në dorë që tregon fuqinë që keni dhe jeni gjithmonë një njohës universit për gjërat që ju sjell në jetën tuaj dhe për këtë qiell të pastër që ju keni në jetën tuaj. Ashtu si e kërkoni punën, ashtu dhe ju buron moneda, pra ashtu ju dhe buron bolloku. Ju kërkoni punë në vazhdimsi dhe puna juaj u shpërblen gjithmonë me një burim të pashteshëm monedash në jetën tuaj. Pra, kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve e fokusuar tek bolloku dhe financat. Faleminderit shumë, miqtë mi.